ke i problem, ke i hall shëndetësor, ke i diçka që vendose dorën edhe këndoje surën Fatiha ke për ta gjetë shërim. Duke udhëtuar shokët e profetit, ishte profeti akoma i gjallë dhe kalojnë në një fshat. Këto sahabët i thanë, a ka ushqim? I thanë ato jo. Tha, nuk ka ushqim? Jo, dhe ishin turit dhe vazhduan. Mbas kur ishin duke dalë në periferi, vjen njëri nga ato dhe thot, kemi i problem, tha se është shpickuar nga gjarpria i pari fisit. Tha, qofse dikush nga ju e shëron, jo atë që kërkut, po 10 fish do ta keni dhe do t'ja u japim. Si me thonë, kërkun një dele dhe jepshin 10. Tani këto as kishin në një që këndonte, vetëm kur i tha njëri, po unë tha, bohem se beb me shëru me lejen e të madhit, Zot. Dhe ky shkoi, ky person, ky sahabi shoku i profetit, dhe ja vendosi dorën aty ku e kishte piskuar gjarpri, 7 herë thotë ja këndova surën Fatiha, u shëru. Dhe ato ja dhanë riskun që i kishin premtuar. I morën dhe njëri prej tyre tha, derisa të shkojmë ke profeti, ta pyesim se si është, a lejohet kjo gjë apo jo. Kur e pyetën profetin që arritën, tha profeti, po, se sura Fatiha është sura që shëron. Pra ka shumë mirësi tjera, po ka edhe aty që shëron. Tha, nga ajo risk që keni marrë, mandani edhe mu i pjesë. Pra me ja bot totalisht halal atë që kishin marrë ato. Prandaj ke i problem, ke i smundje, je vet me i problem, ke bashorten, ke fëmijët, këndoja suratu Al-Fatiha, sa ajo është surja e shërimit. Largon e tregohet në historinë islame pa fund mirësi që i ka sjell ajo, shërime që i ka sjell ajo, kuptime që i ka sjell ajo, zemra që i ka jap, shpirtra që i ka hap ajo. Sura Fatiha ka dimensione të fuqishme mendore, psikologjike, shpirtërore të zemrës. Si shtregonte njëri, thotë shkova në spital, edhe kisha fëmijën e vogël me smundje zemrës. Edhe ishin, si me thonë, një repart i madh me fëmijë. Edhe fillova ata duke i lexuar Kur'an fëmijës, më erdhi doktori. Tha çudi e madhe se gjitha aparatet u stabilizuan kur këndove Kur'an për fëmin, edhe tjerëve i erdhi zemra i shkojnë sinkron. Ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Tha me përmendjen e të madhit Zot, zemrat stabilizohen. Zemrat janë të etura për fjalët e madhit Zot i qofshin val. Tha gjitha zemrat, i tha vetë mjeku aty që i kontrollon dhe pa aparatet, gjithë secila shkon në vendin e vet. Ai shumë këndohet nga musliman, sa ajo është një nga sebepet që do të na çojë në xhennet. Ai shumë këndohet namaz, sa çdo rekat është me Fatiha. Ajo do kuptu, do kthjellu, do dashuru në të njëjtën kohë dhe me atë inshallah ta gjejmë një nga surat që e kemi kënduar më shumë dhe i madhi Zot na fusin rahmetin e vet. Amin ya rabbal alamin.